Nuk ka 3 vakte të dashë fakt. Të pagush dëtërime, të pagush korrendin, të pagush ujin. Po ilaçet pak të nuk keni falës. Jo, si kemi falës, gjysë për gjysë. Si jeni? Kam dalë më këtë zjarë më në korrik. Kam zjarë më në korrikë? Kjo unë mëse nga trati. Do të bëj pyetje unë tani. Kam një pyetje. Si ka mundësi, domethënë që Ministri e Ekonomisë thot me shumë krenari edhe na thot na kundërvihet ne shqiptarëve, thot si ka mundësi që shqiptarët ankohen për ekonominë, ndërkohë që ne ekonomia në Shqipëri po lulëzon. Dhe ministri i rendit dhe i brendshëm thotë që Shqipëria është një nga vendet më të qeta, ndërkohë që brenda shumë pak orëve ndodhin 4 vrasje. Ne nuk jemi mirë me ato se çka themi, apo me këta ka diçka tjetër? Më ngon kulturë në shqiptarët. S'kemi kultura aq. Vritën 3 veta brenda ditës. 4 veta. 4 veta. Edhe një aksident 5. Kulturë dobët ka ardhur na i themi ne që na prinit. Familja? Ky është problemi, familja thotë, edukimi nga familja? Po familja, se prej edukoj atë fëmin nuk bën vrasje. Po shtetja, ka gisht në këtë problematika, në të ngjarje kaq të mëdha? Ka probleme, se të vërejtë na 4 ditë, sa është Shqipëria. Shohën gjithë për i vit, marojnë gjithë shqiptarët, do të vinë të huajtu. Po vim prandaj ndoshta edhe këto po gjen zgjidhje po sillen të huajt në Shqipëri, që mos kemi ja dhe ministra për shembull. 100% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin. Do të ishte mirë të dinim se nga cili burim dhe kjo shifër, sepse as në stat, as Banka Shqipërisë, as Banka Botërore nuk kanë publikuar ndonjëherë në një të vend të tillë. Ndoshta, bëhet fjalë për ndonjë departament imagjinar statistikor të opozitës, që punon me ndjesi, e jo me shifra. Kur flasim për koston e jetesës, faktet janë të qarta. Pagat janë arritur si asnjëherë më parë. Paga minimale është dyfishuar në më pak se 5 vite. Konsumi dhe kursimet janë në rritje. Po, çmimet janë rritur, por pagat janë rritur me një ritëm. Pra, ka dalë nga një stati, nga statistikat thonë që 55% të shqiptarëve kanë probleme ekonomike dhe me ekonominë. Nuk shtyhen dot javën, muaj. Nuk shtyhen dot. Po ndërkohë ministra e mohon, thotë që nuk është e vërtetë kjo gjë. S'është e vërtetë, pensionistët është një shifër imagjinare, thotë, është një statistikë imagjinare, thotë. Kjo është imagjinare, gjithë kjo ne jetojmë në një imagjinat, në iluzion që shqiptarët hasin probleme me ekonominë dhe shqiptarët prandaj po ikin kupton, ka ngel prej këtu. Si ka mundsi tani? Jemi ne në imagjinat apo është kjo ministre? Si do të thotë jeni të smur thotë, jeni në gjumë, jeni po ndroni. Mirë na merrni, po nuk ka këtu janë të varfër kupton, po ikin shqiptarët jashtë punojnë ne, prej të ngel këtu. Po vdesin këtu kupton, ata s'kthehen dot kupton të ruajnë prindit tu, prindit e ikën. Këtu do rrinë të ujit. Këtu do bëhen më shumë të ujë. Po si ka mundësi që flasim kështu, ku e marrin kushimin që flasim? Shqiptarët jenë më tuti mas 10 vjetësh, se jenë fare. Nuk më shqiptar fare në Jo, Shqipëri? asnjë fare. Këtu janë gjithë shtetet. Tomdoshi se meriton. Vetëm Tomdoshi. Po, vetëm Tomdoshi merr dhe Sali Berisha ju boft kurban Tomdoshi. Në rregull? Në rregull ka meni kjo, prandaj po të flasë. Po. Ndërkohë që Tu për 10 vjet tu s'ke shqiptar më. Neve kjo mosha jonë do vdesim, të rritë kanë ikur, tu vire të ujit. ju do t'ikni, mendoni dhe ju t'ikni? Do ikim nëse mi moshe e rritur. Ku të shkoni, ka dalë viza për Amerikë? Ne ikim për në Amerikë, presim tjetër ne. Nuk presim këtu qeverin, presim tjetër ne, për shku atje. Ku? Në tokë. Si në tokë? 1 metër, 2 metër vend marrim ne. E kuptova. Tu të rritë kanë ikë, tu s'ka më. Imagjino ju mendoni për vdekjen tani, ëh? Për vdekje. Tashi, pensionin nuk po rritet. Ju jeni pensionist sa keni pensionin? Jeni kënaqur me pensionin që merrni? Sa ditë shtyni me pensionin që merrni? Sa ditë shtyni, del një duhani, 1 kilo duhan, dhe marrë 20 Del dikush tani dhe thot, po lëre duhanin, thot, mos e pini. Po unë ka pas pirë, si ta lo duhani, se s'ka lek. S'ka lek qeveria për me. S'ka lek për pensionistët. Ja nesëm do Po i bjerë. ka rrit pensionet, thotë ai, kam Që ka rrit. rritë? 5%, 5.000 lek të vjetra. Për sa vite ka rrit 5.000 lekë?
Që kur e ka marrë pushtetin? Është rritur, u po bëj 35 vjetë që kam dalë, nuk e kam plotësuar 200.000 lekë të vjetra. 200.000 lekë. Për sa ditë shtyni me 200.000 lekë? Sa ditë shtyni muaj? Merrni pensionin? Me këto shpime që të shëlloj ditë të shtyni. 10 ditë. Po 20 ditë tjera si e bëni? I fa e të rish, nuk ka 3 vakët të dalë që vakët. Hani vakt ju? Po. E 2 ditë mbahet dita për i vakt? Të pagush dytërime, të pagush korrendit, të pagush ujin. Po ilaçet pak të më keni falës. Jo, si kemi falës, gjysë për gjysë. Në Si? pensionistët. Nuk i merrni falës I ilaç? marrë me lekë ato që duhen. Ato s'ka duar. Ato s'ka duhen, aty janë. Tjep sa dush. Japin efektet të s'ka duar apo jo? Japin Se efekt. mos e maj vesh ne, fut në Thjesht e pini datën. kështu, është bërë refleks. Refleks. Ka pak piketa të Zotëria, keni mesazh për mu, për të rinjtë që na ndjekin, domethënë të presim edhe ne pensionin këtu në Shqipëri? Jo, apo? ju e keni jetë përpara, do rregullohet. Tu, Shqipëria? Po, Do rregullohet. ku të hymë në Evropë, E ktheve pllakën. mas 30 vitesh. 30 vitesh? Pse s'do futen në Europë tani shpejt? Të futemi me vitin 30. Në 2030. Po, të lum goja. Ju do shpëtoni, neve të vjetës do ikim. Ne nuk rritet ma pensioni jonë. Zotëri, përshëndes, të jeni mirë. Kur do na hapësh ne drejt me të pensionin? Si tek. Me të pensionin thash, na hapësh drejt për shembull, 200.000 lekë me pension. Po, e ne unë do të rria tjenë malë pëstaj. Se maron Do hapmi drejt me të pensionin që merrni ju, do hapmi drejt. Ne harxojmë ne pensionin 200.000 lekë do të kënaqë. për ditë të harxojmë ne atë, se s'ka more. Pastaj se nuk di çfarë të bë. Unë do rritë majnë malit, pastaj ju do ikni. Do vi shpimu. Hajde, përshëndes, të jeni mirë. Ai që të tjere pashën. Mirë pafsh. Unë jam i ri me shpirt. Me shpirt. Ke dalë ke pisku. Ja më ka, ku e ke atë televizor? Pisku, apo ku të gjeta unë se ka vite. Jo, ku e ke atë? Ja ku ke dalë. Ja ku ke dalë, në shku të qasë aty. Ku e keni? E keni aty, e ke rujtë? Ke numrin, ditë numrin. Çfarë të bëhëm? Do na hapësh lekët apo jo? Le. Jo, po s'ka lek mua aty. Ku ke pisku pra ja? Po Tu, ke kjo? Te ju e... Ç'a ke aty? Se më djerë parë të më. Ai pas e koletën plotëm. S'ka me letra, po, ka shep lek aty ti. Po. Është kuve këto vetë. Pisk. Ky telefon, ky televizor e po? Po. Në antenë me telefon. A del në telefon? Po, telefon, po. Del në telefon? E në këto del? Po. E kon telefon Amerikën. Telefon Amerike. Hajde, mërdamosh, ja. Ama ja. YouTube, shkon YouTube, shkruaj pisk.